bëj gati pijame të pret burgu i nderuar. Sot kam dalë të lexoj një deklaratë publike të bordit drejtues të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane mbi situatën në Shqipëri. Kjo shoqatë e nderuar drejtohet nga Joe Biden, senatori shqiptaro-amerikan, i cili nuk ka rreshtur asnjëherë gjatë gjithë jetës së tij për të kontribuar për kombin shqiptar në çdo moment. Deklarata fillon. Për më shumë se 3 dekada, Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane LQSHA në udhëheqjen e Joe Dioguard dhe Shelley Clois Dioguard, mbrojtës të kahershëm të së drejtave njerëzore dhe kombëtare të popullit shqiptar, ka qëndruar e palëkundur në misionin e saj për të promovuar demokracinë, për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të avancuar interesat shqiptare kudo që jetojnë. LQSHA qëndron fuqishëm në mbështetjen e udhëheqësve dhe zyrtarëve publik që mbrojnë interesat kombëtare shqiptare dhe kundërshton ata veprimtarë të cilët i dëmtojnë këto interesa gjatë gjithë historisë sonë. Ne kemi mbrojtur vazhdimisht sundimin e ligjit, lirinë e shprehjes dhe të drejtën e qytetarëve për të përcaktuar të ardhmen e vendit të tyre përmes mjeteve paqësore dhe demokratike. Liga Qytetare po ndjek nga afër demonstratat paqësore dhe patriotike që po zhvillohen në mbar Shqipërinë, ku qytetarë po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama duke kërkuar njëkohësisht më shumë llogaridhënie qeveritare, transparencë dhe reforma demokratike. Këto protesta nuk janë drejtuar në kuadër kundër interesave legjitime amerikane apo të vendeve të tjera. Bazuar në më shumë raportime të besueshme gjatë 12 viteve të fundit të qeveria e kryeministrit Rama ka funksionuar përmes një sistemi korruptiv dhe jo transparent, i cili ka përdorur burimet e vendit për të përfituar vetëm oligark të caktuar vendas e ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, një numër i madh i të rinjve shqiptar janë detyruar të largohen nga vendi në kërkim të mundësive më të mira. Për më tepër, qeveria ka dështuar në mbrojtje dhe të avancojë interesat kombëtare të shqiptarëve dhe të Shqipërisë në rajon, duke nënshkruar elemente të politikës së saj të jashtme ndaj interesave të regjimeve hegemoniste serbe të udhëhequr nga Aleksandar Vučić. Për më shumë se një muaj, rinia dhe shumica e popullit të Shqipërisë e kanë bërë të qartë se Shqipëria nuk është në shitje. Ata kanë humbur besimin te qeveria aktuale dhe nuk besojnë më tek zyrtarët dhe të njëjtit përgjegjës për gjendjen e tanishme, janë në gjendje të sjellin reforma domethënëse. Ata po kërkojnë krijimin e një qeverie teknike të përkohshme, të përbërë nga profesionistë të respektuar dhe jo partijak, të cilët të udhëhiqen vendin dhe të përgatisin atë për zgjedhje të jashtëzakonshme brenda një viti. Po ashtu, u bojmë thirrje të gjithë palëve të refuzojnë dhunën dhe ekstremizmin në çdo forum, në mënyrë që kjo lëvizje të mbetet ajo që ka qenë që nga fillimi, një shprehje paqësore dhe demokratike vullnetit të popullit. Gjithashtu u kërkojmë me forcë organizatorëve të këtyre protestave të refuzojnë dhe të largojnë menjëherë çdo individ ose grup që ndjek agjenda të huaja ose ekstremiste dhe që mund të përpiqen të shfrytëzojnë situatën për interesat e veta. Së fundi, Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të njohë shqetësimet legjitime të popullit të Shqipërisë dhe të mbështesë të drejtën e tij për të protestuar në mënyrë paqësore dhe për të kërkuar ndryshim demokratik përmes mjeteve të ligjshme dhe jo të dhunshme. Bordi ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane. Faleminderit. Ne i qëndrojmë besnik parimeve tona, dorëheqje e kryeministrit më korruptiv që ka njohur Shqipëria, dorëheqje e qeverisë kriminale, tradhtare dhe
asaj që ka kërkuar në rrogos të nënshkruaj të firmos një ligje për shitjen e vendit CMC, jo vetëm brenda Shqipërisë londineze, por edhe në trojet e tjera shqiptare. Poshtë tradhtia, rroftë Shqipëria.